Mirë se vini në këtë analizë të re. Sot do të zhytemi në një temë absolutisht intriguese që prek vetë thelbin asaj që ne besojmë për universin. Mendoni pak për koncepte si karma, meditimi apo reinkarnimi. Sot ato ndodhen kudo përreth nesh, apo jo? I gjejmë në libra, filma e madje edhe në aplikacionet e mirëqenies që mbajmë në celular. Por a ka qenë gjithmonë kështu? E po, nëse kthehemi pak pas në kohë, këto ide nuk ishin absolutisht pjesë e fjalorit perëndimor. Rruga e tyre drejt perëndimit është një histori e mbushur me mister dhe fascinim, dhe e gjitha lidhet ngushtë me një nga figurat më enigmatike dhe më të debatuara të shekullit të 19. Le të zbulojmë bashkë se kush ishte kjo pioniere jashtëzakonshme që ktheu sytë një bote thellësisht tradicionale nga urtësia e lashtë e lindjes, duke ndryshuar përgjithmonë peizazhin e spiritualitetit modern. Okej, le ta ndajmë këtë mister të madh në pjesë të thjeshta. Ky do të jetë udhërrëfyesi ynë sot. Së pari, pionierja shpirtërore misterioze. Së dyti, themelimi i teozofisë. E treta në radhë, karma dhe reinkarnimi. Më pas kalojmë te qenjet shpirtërore në evoluim. Së pesti, kundërshtit dhe kritikat. Dhe në fund fare, tempulli i brendshëm. Le të fillojmë një herë. Hyrja jonë është pikërisht te seksioni i parë. Pionierja shpirtërore misterioze. Është e rëndësishme të theksohet që kjo figurë nuk ishte thjesht një udhëtare e radhës. Ajo shërbeu fjalë për fjalë si një urë lidhëse, dhe shpeshherë vetmja urë mes spiritualitetit të thellë lindor dhe filozofisë perëndimore. Bëhet fjalë për Helena Blavatsky, e cila njihet kudo si Madame Blavatsky. Tani, për të kuptuar thelbin e filozofisë së saj dhe arsyen pse ishte kaq tronditse aso kohë, mjafton të shohim këtë thënien të saj të famshme: nuk ka religjion më të lartë se e vërteta. Le të kthehemi imagjinarisht në shekullin e 19. Nga njëra anë kishim dogma fetare jashtëzakonisht strikte, dhe nga ana tjetër ngritjen e shpejtë të shkencës materialiste. Dhe mu në mes të kësaj përplasjeje, Blavatsky vendosi këtë standard. Ajo besonte fort se e vërteta universal është absolute dhe qëndron shumë më lart se çdo institucion apo emër specifik. Ishte një ftesë e hapur për të kërkuar përtej sipërfaqes. Dhe kjo ilustrohet në mënyrë të shkëlqyer nga vetjeta e saj. E lindur në vitin 1831 në perandorinë ruse, ajo i theu të gjitha rregullat e kohës. Ajo pretendoi se udhtoi thellë në perindi dhe në tokat e ndaluara të Tibetit, një gjë krejtësisht e paimagjinueshme për një grua të asaj epoke. I gjithë ky rrugtim kulmon në vitin 1875, kur pas vendosjes në New York City themelon shoqërinë teozofike. Aty mori hovë ndikimi i saj masiv global. Nisi me publikimin e Isis e zbuluar në 1877 dhe arriti majën me kryeveprën Doktrina e fshehtë në 1888. Këta hapa krijuan një tronditje të vërtet në mendimin e kohës. E gjithë kjo na drejton te seksioni ynë i dytë, themelimi i teozofisë. Këto ishte organizata formale që ajo krijoi, së bashku me Henry Steele Olcott dhe William Quan Judge, për të dhënë një strukturë të gjitha këtyre ideve ezoterike dhe për t'i ndarë ato me botën. Tani, ajo që bie vërtet në sy këtu është vetë zbërthimi i fjalës. Kemi fjalët greke theos, që do të thotë Zot, dhe Sofia, që do të thotë urtësi. Fjalë për fjalë, urtësi hynore. Përmes kësaj gjetjeje, Blavatsky nuk po hidhte thjesht një term të ri. Ajo po propozonte tezën e saj thelbësore, besimin se të gjitha religionet e botës, pa përjashtim, burojnë fjalë për fjalë nga një e vërtetë vetme dhe lashtë universale, që i përket mbar njerëzimit. Dhe, po të shohim qëllimet zyrtare, ato ishin sellësisht progresive. Së pari, bashkimi universal i njerëzimit, pa dallime thelbësore. Më pas, nxitja për të studiuar në mënyrë krahasuese fetë dhe shkencën, për të kuptuar të përbashtrat e tyre. E treta, fliste për eksplorimin e ligjeve të fshehta të natyrës, forcave të panjohura ende nga shkenca e atëhershme. Dhe së fundmi, theksi vijej fort të zhvillimi shpirtëror i individit. Synimi ishte absolutisht i qartë, të vërtetohej se shkenca dhe spiritualiteti nuk ishin armiq, por partner krah për krah në gjetjen e kësaj dije të humbur. Kjo ndërlidhje na çon natyrshëm te seksioni i tretë, karma dhe reinkarnumi. Këtu ndodhemi te zemra e doktrinës së fshehtë, librit që kombinoi mjeshtërisht hinduizmin, budizmin dhe traditat e okultizmit perëndimor. Është pak e çuditshme ta mendosh sot, por kur flasim për koncepte si karma, reinkarnimi, praktika e meditimit apo ideja e një uniteti universal, ne po flasim për gjëra që ishin krejtësisht të huaja, e madje egzotike për Evropën dhe Amerikën e asaj epoke. Blavatsky
fjalë për fjalë i mori këto koncepte dhe i përktheu në një mënyrë që publiku perëndimor t'i përvetësonte, duke kthyer në gurët e themelit të asaj që ne njohim sot gjërësisht si lëvizja New Age. Pra, pika thelbësore e gjithë kësaj është shumë e thjeshtë, por e thellë. Jeta nuk është asnjëherë një seri e pakuptim dhe ngjarjesh të rastësishme. As pak. Ajo argumentonte se gjithçka operon sipas ligjeve universale e të pandryshueshme të harmonisë dhe karmës. Çdo zgjedhje apo veprim sjell një pasojë, duke i dhënë çdo njeriu një qëllim thellësisht moral dhe shpirtëror në këtë jetë, apo në ekzistencat e ardhshme. Tani, le të kalojmë te një pikë edhe më magjepsëse në seksionin e 4, qenjet shpirtërore në evoluim. Këtu prezantohet ideja se ne nuk jemi thjesht krijesa fizike, ne jemi thellë entitete shpirtërore të përfshira në një evoluim jashtëzakonisht të madh, kozmik. Le të shohim pak se si ndërtohet kjo në mënyrë progresive. Ky nuk është një proces i shpejtë, por ndahet në 3 hapa thelbësor. Së pari, fillojmë nga ekzistenca bazë materiale, pra jeta e përditshme dhe mbjetesa fizike. Pastaj vjen zgjimi moral dhe shpirtëror, ku nisim të kuptojmë konceptet e karmës, e thellojmë rreth vetes, dhe kulmi i këtij mali është hapi i tretë, ndërgjegjësimi i zgjeruar universal, ku arrihet një lidhje hyjnore e plotë mes vetdijes dhe mbar universit. E po, në këtë ngjitje, njerëzimi nuk ecën i vetëm. Ktu Blavatsky futi idenë e Mahatmave, mjeshtrave të urtësisë. Ajo pretendonte se këto qenie tepër të ndritëshuara, të fshehura në vende mistike si Tibeti, ruajnë dijen e lashtë dhe udhërheqin në mënyrë sekrete tërë këtë proces evolutiv. Ishte një koncept sa intrigues, aq që dhe provokues për kohën. Sidoqoftë të mos gënjejmë veten, pretendime kaq radikale absolutisht që nuk mund të kalonin pa zhurmë. Dhe ky është pikërisht fokusi i seksionit ton të 5, kundërshtit dhe kritikat. Kur flet për mjeshtra të padukshëm, pritshmëritë për kritika masive janë krejtësisht normale. Tani, nëse analizojmë trashëgiminë e saj, do të gjejmë një polarizim ekstrem. Nga një anë ringut, mbështetësit e saj e shohin fjalë për fjalë si një mistike të vërtet dhe kanal të sinqertë të urtësisë së humbur. Por nga ana tjetër e ringut, kritikët theksojnë se ajo nuk është gjë tjetër veç se një mashtruese. Pse? Për shkak të mungesës së theksuar të provave historike reale për udhëtimet e saj, dhe sidomos mbi pretendimet për fenomene paranormale. Është një ndarje e thellë mes atyre që besojnë verbërisht dhe atyre që e gjykojnë plot dyshim. Por a e dini se çfarë është e pamohueshme pavarësisht kampit që mund të zgjedhë dikush? Fakti që edhe kritikët më të rept e pranojnë ndikimin e saj masiv në spiritualitetin modern. Është një realitet i prekshëm, idet e saj frymëzuan artin, i dhan hovë psikologjisë moderne dhe padyshim shtruan terrenin e plot për kulturën aktuale që ne e quajmë zhvillim shpirtëror. Ky fakt na çon natyrshëm te fundi i këtij rrugëtimi, në seksionin e 6, tempulli i brendshëm. Cila është ajo dhurata filozofike më e vjerë që ajo la pas dhe ku ekziston sot e gjithë kjo urtësi hyjnore? Blavatsky kishte këtë metaforë të jashtëzakonshme arkitekturore që e përmbledh më së miri atë që ajo donte të përcillte. Vetdia e njeriut është realisht tempulli më i rëndësishëm në botë. Ajo theksonte se nuk kemi asnjë nevojë të ecim në majë të maleve për të gjetur dritën. Me disiplinë dhe përpjekje të përditshme për të njohur vetveten, ne ngrem tull pas tulle një sanktuar të brendshëm harmonie. Në thelb kjo dije është tashmë me ne. Dhe kështu, ndërsa përfundojmë këtë analizë mbi kërkimin thellësisht të hershëm e të vështirë të Madame Blavatsky për një të vërtetë universale, ngrihet një pyetje tepër interesante. Nëse është vërtet kështu, që e vërteta universale i përket mbar njerëzimit, sepse i kemi tashmë brenda vetes, po ne, sot, në shekullin e 21, me gjithë këtë mori informacionit jashtëzakonshëm, a jemi më pranë kësaj urtësi universale apo bota moderne na ka larguar më shumë se kur nga thelbi? Është padyshim një pyetje që të lësh shumë për të menduar.